Unë këtë nuk e kam lexuar asnjë historian shqiptar dhe vjen keq për këtë, ndoshta edhe mund të ketë thënë, jam i sigurt, por lexova në kujtimet e një prifti kroat, Loro Mihačević, katolik, i cili shërbeu për 10 vjet në Shkodër. Dhe ai bëri një vizitë në vilajetin e Janinës dhe e bukur është se u nis me anije nga Durrësi, shkoi në Vlorë, nga Vlora shkoi në Sarandë. Me anija në vitin 1909. Kishte anija në atë transporti për pasagjerë, se tani se kemi. Edhe ata pastaj shkojnë në Janin. Atje kur shkojnë në Janin, vuri re që gjithë flisin greqisht. Edhe në parë greqisht. Kur vajte në Prevez, në lokal atje, edhe ai banakeri i qeshur, duke shërbyer, ky duk si shqiptar, se rritur me shqiptar, 10 vjet me shqiptar, dhe i tha, mos jeni shqiptar ju? Po, i tha, jam tha nga Durrësi, edhe kam marrë me një shokun tip, kemi bërë një biznes këtu. Po pse flisni greqisht, tha? Shikoj, tha, Preveza këtu, tha, dhe për rreth, tha, shqiptare, tha, po është ndaluar, tha, të flitet gjuha shqipe në vende publike. Do me thënë, vetmi vilajet shqiptar, ku ndaloj të flitet gjuha shqipe në vende publike, ishte pikërisht vilajeti Janin.